Sfej përket. Unë i përshkes fesë shqiptarisë. Muhameti nuk e ka shkruar vetë Koranin, e kanë shkruar pasardhësit e tij. Ose Hazreti Isa nuk e ka shkruar vetë Biblën, por e kanë shkruar pasardhësit e tij. Nëse ke bo gjinohat, s'ki shans sa gjinon gjithë vitin, nuk i shans me la gjinohat. Zoti nuk ka lidhje as me Ramazan, as me agjërimet e këtyne të krishterëve as ku ta diuna. Se në emën të feve janë bën shumë lufta. E Zoti nuk thot me bë lufta. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë. Përshëndet, ç'është këmb? Mirë. Me plis po të shohim. Atë ka mirë shumë disi. Një kompliment. 77 plisin duhet me bajt. Është diçka më e vjetër që njihet në histori prej veshjeve, në Evropë më mërmenja, dikun rreth 5-6.000 vjet, dhe atë e kanë bërë gjenerata. Tash bota, sendet e vjetra e ruan. Pse ne mos i ruajmë? Çka simbolizon për ju plisi? Plisi jo që i simbolizon vetëm shqiptarët, po i simbolizon ilirët edhe pellazgët, për nga kemi ne për ardhen popujt, ndër popujt më të vjetër në Evropë, po edhe ndër më të mëdhenj në Evropë. Ka qenë gjysmë e Italisë, janë shenja arkeologjike deri në Çeki, gadishulli ballkanik përpara është quajt ilirik, 1000 kusur vjet, mirë po që 500 vjet quhet gadishulli ballkanik nga nga bjeshkët e Bullgarisë që quhen malet e Ballkanit, Rrëfimi, historia që do të ndash me neve sot. Një histori pas disa ditësh në këtë muaj, pra më 27 mars, ka ndodhur një bombardim gjatë luftës i Radios Kosova e Lirë. Dhe na kanë gjujt me 2 aeroplan, me bomba kaset që janë të ndaluara me norma ndërkombëtare. Dhe bombat, kam fotografi që i kam bërë atëherë, janë largësia për njëna tjetër dikun rreth 2 metra hiç më tepër. Po fati ne nuk na goditën. Njënën i kanë 2 aeroplan, i kanë gjuajt 2 lagje, mirë po njëna u godit tërësisht, ndërsa njëra pjesërisht. Janë plagosur disa njerëz, një djalë Hasreti i Berishëve është vrarë. Ajo ishte një fat, ishte edhe një fatkeqësi se u plagosën 78, po fati ishte joni se shpëtuan edhe familja që na mbante ne e Berishëve, po edhe gjithë stafi. Një fat i tillë është vështirë, po thot populli dikush gjun me të vra. Mirë po nëse s'ka vra, ai t'ka vra, po Zoti nuk t'ka vra. Duke që ki besim edhe në Zot? Po në Zot, po jo si e shpjegojnë dikush. Si për shembull, si e shpjegojnë? Po, Zoti është gjithçka, mbi gjithçka. Jo vetëm në disa ndërtesa që i kanë bërë njerëzit. A më lejosh të pyes, a cilës feje i përket? Urdhë? Cilës feje i përket? Unë i përshkes fesë shqiptarisë. Unë jam shqiptar, fe se Zot është një, nëse është një Zot. Nuk janë, fe janë 400 bota, i ka dikur 400 fe. Se cila Zoti jam më i mirë asi nuk mundet. A ke lexuar Koranin në Biblën? E kam lexuar Koranin në Biblën jo një herë, por nga disa herë. Çfarë ke kuptuar? Është libri i shejtë, nuk kanë zbrit njerëz. Njerëzit e kanë shkruar. Njerëzit e kanë shkruar. Sa po thonë njerëzit? Po them se ku po bazohet që po thonë njerëzit? Po njerëzit se nuk ka fakte tjera. Edhe ata bile e kanë shkruar pasardhësit e atyne, nuk e kanë shkruar ata vetë që e kanë prediku. Muhameti nuk e ka shkruar vetë Koranin, e kanë shkruar pasardhësit e tij. Ose Hazreti Isa nuk e ka shkruar vetë Biblën, por e kanë shkruar pasardhësit e tij. Pse ka që bindu që Muhameti se ka? Jo, unë i pranoj faktet. Pranoj faktet. Nga po bazosh në fakt? Po faktet historike janë atë djalë.
10 viti kur është shkruar Kurani. 10 viti kur është shkruar Bibla, mas Krishtit është shkruar, mas Hazreti Isës është shkruar Bibla, mas Hazreti Muhamedit është shkruar Kurani. Nga pasardhësit e tij. Ti merr e lexoj ato thane e gjem. Ne kemi lexuar. Përshëndes pra. Ndërkohë kështu. Praktikues s'ki qenë asnjëherë. I fesë muslimane. Tash me muajin, domethënë Ramazanit, 95% kemi dorën musliman. Jo, nuk e praktikoj asnjëherë që kam thonë njerëzit, se këto janë vetëm thanjet njerëzve. Me agjenu, edhe prish me agjenu, e me ashe kënë se i lanë në gjenohat. Nëse ke bo gjenohat, i s'ki shans a gjenon gjithë vitin, nuk i shans me la gjenohat. Nuk kish. 95% janë musliman, krejt kokën Ku janë domethënë. 95%? Tek ne, statistikat. Jo, muslimanat vetëm ai që e praktikon fe muslimane. Po ne domethënë dëshmojmë që jemi musliman. Dëshmoj, po nëse ti nuk e zbaton, ose krishtinizmin, ose atë, nuk je tamam. E din, po nuk je. Sa në Rën rinjë. veten. Tjetër gjë, Zoti nuk ka lidhje as me Ramazan, as me agjërimet e këtyne të krishterëve, as ku ta diun. Po thu Zoti s'ka të bëj. Ja, s'ka të bëj. To i ka kriju njeriu, janë menimet njerëzve. Menimet njerëzve. Zot është një, fe janë 400. Për cilin shtëpi televizive po Histori të jetës. Edhe një pyetje në fund, a beson ditën e gjykimit? Që në ditë gjithçka do të japim llogari. Ndëgja. Ato askush si ka përjetu, as ka me përjetu, as ato janë spekulime. Nuk mujnë me ditë kurkush. As fetarët, ma të maj nuk mujnë me ditë. Spekulime. A di çka spekulime? Me një njerëz mund më shku gjithka. Sa po thu spekulime, aso po ajtona. Po spekulime. Po spekulime. Dietar të më të fortë kemi, dietar të më të fortë që A di çka ka kriju Zoti? Zoti ka kriju gjenet edhe gjakun. Për se cilin krijes, për se cilin fet i ka kriju mendja njeriut. Sikur partit. Tash vetëm një pyetje kështu. Nëse një njeri i ndron 4-5 parti, cilës parti i takon? Asnjënës, po për interes ndohen janë. Çashtu edhe puna fe, për interes. Bon të sa në bon për interes. ndon për interes. Po interes personale dikush? Po. Po do një mesazh gjithë njerëzve. Mesazh i gjithë njerëzve është që të kenë sjellje njerëzore. Se në emën të feve janë bën shumë lufta. Shumë lufta janë bën. E Zoti nuk thot më bë lufta. Fetë e partit po, a Zoti nuk thot. Nuk mundet më thonë. Është një diçka që kush nuk mundet me definu, është mbi gjitha. Jo si e them, una, ja, ku di. Ju përshëndes.